Vonesat në zbatimin e plotë të marrëveshjes Kornisë të Ohrit janë si pasojë e mungesës së një mekanizmi të posaçëm që do të monitoronte dhe kontrollonte procesin e implementimit të saj. Kështu vlerëson Naser Ziberi, një nga figurat politike që ka qenë aktiv në procesin e hartimit të kësaj marrëveshjeje. Në një prononcim për televizionin Koha, Ziberi përgjegjësinë për vonesat u atribuon partive politike që gjatë këtyre viteve kanë qenë pjesë e pushtetit. Sipas tij, marrëveshja Kornisë e Ohrit e nënshkruar pas konfliktit të vitit 2001 është dashur të zbatohet në tërësi brenda një periudhe 4 vjeçare nga nënshkrimi i saj. Marrëveshja e Ohrit është larg asaj që shqiptarët s'paku kishin si kërkesë dhe si pritshmëri. Mendoj se gjatë procesit negociues nuk u arritën synimet të cilat unë s'paku besoj se ishte e domosdoshme që të arrihen për disa çështje problematike. Dhe problemi i dytë i marrëveshjes së Ohrit, problemi i madh është prolongimi i teskajshëm i implementimit të saj në praktikë. Por sipas Ziberit, vonesat nuk janë e vetmja problematikë që e ka shoqëruar procesin e zbatimit të marrëveshjes. Ai tregon se vetëm pak ditë para nënshkrimit të saj, negociatat mes dy palëve ishin ndërprerë si pasojë e ngjarjeve të Karpallakut. Sipas tij, bisedimet u ndërprejnë pikërisht në një moment kur po diskutohej për disa nga çështjet më të rëndësishme të marrëveshjes, të cilat edhe sot mbeten pjesë e debatit politik. Defekti i madh i marrëveshjes së Ohrit është ajo se marrëveshja e Ohrit nuk ka përfunduar me marrëveshje. Ajo është nënshkruar, por proces negociues i cili përfundon me marrëveshje të dy palëve nuk ka. Për arsye se bisedat, negociatat në Ohër nuk kanë përfunduar, janë ndërprerë si rezultat i ngjarjeve të Karpallakut. Dhe kjo përpasoi pat që në marrëveshjen e Ohrit mos mbyllën 3 çështje kyçe, siç është çështja e tekstit preambullës, siç është çështja e përdorimit të gjuhës dhe siç është çështja e arsimit superior universitar. Ju edhe sot në kushtetuar, që është derivat i marrëveshjes së Ohrit, nuk e keni garantuar në gjuhën shqipe arsimin superior. Më 13 gusht shënohen 25 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Pavarësisht mangësive dhe vonesave në zbatimin e saj, Ziberi vlerëson se marrëveshja ka pasur rol të rëndësishëm në avancimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Në kuadër të shënimit të 25 vjetorit më 12 dhe 13 gusht në moton 25 vite përtej, qeveria do të organizojë një seri panelesh dhe debatesh. Në fokus do të jenë rëndësia e marrëveshjes Kornisë të Ohrit, zhvillimet pas nënshkrimit të saj, avancimi i marrëdhënieve ndëretnike, si dhe rruga e vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian.